kemi jo. Bëj punë të tuja pra. Ti gallç, more vesh. Kujdes mikrofonin. Okej, tani. Sa e bëri Rogerti, pako e biletës kthimit Lorit Kafe ishte. Por mund të jetë Rogerti i keqi i të këqijave. Ne mund të mos ta adurojmë Rogertin për shembull aty. Nuk e pëlqej lojën e tij, patjetër që po. Por kjo gjë, për shembull, nuk e justifikon veprimin e Selinës. E gjithë gjëja ka nisur duke thënë ky ku e ke babin ti jashtë tetit, duke thënë Selinës, duke për familjar na jashtë Rogerti Selinës. Rogerti ka një gjë, ka gojën, nuk është orator, nuk i pushon. Tek për gojë, nuk jam, domethënë deri tani e ka atë potencialitetin që të flas. Oratorin e ka. Ama ka një gjë. Ajo, ky veprim që bën Selina, për shembull, se është bërë boz. Tjetri lak me ujë, tjetri thot kështu, tjetri thot ashtu, tjetri kthej, kjo tjetra i bie me kafe, e gjuajti prap çpar, po e gjuajti çpar me shpull. Domethënë këto veprime nuk lejohen. Ai mund të thonjë 100 zeza, 100 zeza, e dim. 100 zeza thuaj edhe ti. Nëse do të biesh në nivelin e kundërshtarit që ke përballë, foli me të njëjtën gjuhë, tregoj, bëu pasqyrë ti se si ndihesh ti kur ai flet në këtë lloj mënyre. Pra foli dhe ti në të njëjtën mënyrë. Jo dhun, se nuk është një shembull i mirë ky për shembull jashtë tek të rinjët, që nëse nuk debatojmë dot, duhet të bëjmë dhun, duhet të qellojmë. Ajo kishte Lorin Kafe, po sikur nëse do të kishte një sen tjetër. Pra kush është shembulli që po transmetohet, o Bigu? Kush është shembulli që po transmetohet? Dhun, duhet të ketë dhun. Domethënë, edhe një herë theksoj që sado i keq mund të jetë Rogerti, duhet të themi atë që është për veprimin. Flasim për fenomenin, për veprimin. Okej? Gabim bëri Rogerti që i përmend babain çka ka ajo jashtë. Gabim shumë bën dhe kjo që i kthet një fjalë urtë popullore, thot hamut me dorë me gojë me dorë mos prek. Hamut me gojë me dorë mos prek. Është bërë boz, domethënë Bigu është bërë shumë i rënd. Është bërë jashtëzakonisht i rënd. Nuk ka njëherë një debat konstruktiv, nuk ka njëherë një debat si duhet njerëzor. Apo një diskutim me perspektivë për jetën, me shembuj ordiner, të pres veshët, pres koqet, pres kokën, të fus shishet, të bëj limonat, të fus bëj kështu lule shtrydhet, kuqe, të fus në shishe, të fus në xhep. Ti ordiner, ku di unë ta fik cigare në ball, është bërë e tmerrshme dhe nuk po merren masa. Okej, dakor, kjo është qëllimi i Bigut, që të krijojnë këto, të bëhet të ketë kontent. Okej, po nuk është kontent ky. Nuk është kontent për një format publik. Drejt që hangër. Tani o nxirreni ose meni masa. Njëna të dyja, si Selinën dhe Rogertin, të dy në këtë rast. Madi, qoni e vlla kokë në kokë në televotim, qoni të dy kokë, edhe këmba publiku. Po jo kokë në kokë e ti fusi me na i dhom shpella, po me na i dhom bardh rehabilitimi. Kokë në kokë për shpivlla, se i keni bërë boz. Din Lamuri, futen në atë, në çaj thon, dhom trofimit. Din Lamuri, futen shpell. Ofendo, futen shpell. Pa drejt që hangër. I ka ikur sensi Bigut fare, edhe ne që e ndjekim, nuk është më Big 1, Big 2, ajt edhe deri diku që filloj të prishesh Big 3-shi. Pastaj 4, 5. Ik, mbaruan. S'ka më sens.